pagesë. Zoti Spa, më ngacmohet diçka pasi praktikisht interesi Club Med për Kakomen ka vazhduar në vitet 2008-2010. Dhe me shdi investitori asaj kohe, ose partneri shqiptar, ndeshi në një protest edhe më të egër, të thoja unë, se sa ajo e Zvërnecit, në Zvërnec pak në zjati pak, pastaj për zhvillimin Tiranë mund të flasim. E përzun, thuaj e shqip në zhargon, e përzun me hu. E përzun me shkelma, do thoja unë, dhe për më tepër unë mbaj mend atëherë që bisedoja me ish-ministrin e brendshëm të asaj kohe të ndjerin zotin Nishani, dhe atëherë duke edhe pushteti bashkiak mos gabojnë i zonës Kakomez, atëherë kontrollohej nga Partia Demokratike, pra kishte një lloj rezistence të panatyrshme që vinte edhe nga strukturat qeveritare. Pra që policia nuk mori pjesë, nuk u angazhua, pra le të themi, ishte një kontradiktë e madhe. Partia Demokratike ishte në pushtet, pra duhet normalisht të favorizonte klimën e biznesit, por nuk edhe atëherë pash dhe ata u reaguan për herë të dytë. Të mos ta lëm topin vetëm tek qeverisja e Partisë Demokratike. Edhe sot në rastin e Kakomez, edhe sot Kakomea për mendimin tim është zhvilluar në formën më të papranueshme. Të ndërtosh vila për qëllim privat, për të blerë nga pasunarët e Shqipërisë në një zonë me aq shumë potencial për zhvillimin e turizmit, mendoj që është zgjidhja më e gabuar që ne kemi bërë dhe që është bërë tani vonë. Pse? Në presionin e ndërtuesve, që duan të ndërtojnë dhe të qesin, dhe të fitojnë sa tjetë mundur më shumë. Por i gjitha e investim që kushton shumë... U flasë për Club Med, në? I referohen vetëm Club Med. është i vdekur. Do t'ishte ndryshe nëse atje do t'kishe një fshat turistik. Pasi do të shkëmbente ekonomia e fshatit turistik me ekonominë shqiptare. Do të paguante taksat e tjera, e tjera, e tjera. Sot ato vila për pjesën dërmuese të kohës janë të pashfrytzuara. Dhe si japin asgjë ekonomisë. E vërtet. Zoti Spa, megjithatë duhet të një gjë që protesta nisi me një arsye të fortë, mendoj unë, edhe vizuale ishte një shëmtie e jashtëzakonshme ajo që ndodhi, temi përplasja e tyre rojeve private që në fund fare rezultuan që si ishin as private, por ishin individ caktuar etj, me disa njerëz cilët duhet ishin protestues, pastaj rezultuan si rezultuan etj. Por ajo që ka ndodhi më pas, deri diku në 2 javët e parë ishte thuajse e pashpjegueshme, pra një gjë e jashtëzakonshme në rrjetet sociale, reagim shumë jashtë normales dhe të natyrshmes, dhe një amalgamim i shumë gjërave në një, pra u vu Zvërneci si parull, u vu te Pelikani, Kaçurel, Flamingo etj, po u duk sikur pas kishte një akumulim, që mund mendoj që një pjesë e mirë është edhe për shkak të temit njerëzve dhe acarimit tyre me një qeverisje të gjatë dhe me një opozit të gjatë në zvarritje, por nga ana tjetër u duk si kishte më shumë se kaq. Andante dhe ju të njëjtin shqetësim. Unë mendoj që këto protesta janë të sajuara, nuk janë rezultati një fryme të brendshme, që po ngrihet kurrë të qeverisë për keqeverisjen. E kam shprehur që Edi Rama duhet kishte ikur me kohë, jo sot. Me kohë e ka mbushur mandatin, por për fat keq nuk ka opozit që ta heqë. Nisja me njerëshme, si me sust, duke shtypur sustën, për një çështje, për një investim aq të madh, duke që në prapasken kishte aktor të interesuar, sipas mendimit tim, për 2 çështje madhore. Një për të anulluar investimin, me sebepin që po preket mjedisi, në një kohë kur çështjet mjedisore në Shqipëri janë të fundit për nga shqetësimi, për të gjithë stresët. Dhe së dyti, është gjetur një moment, prapë sipas mendimit tim, kur Shqipëria është në periudhën më të avantazhuar për të mbyllur negociatat për të pranuar Bashkimin Evropian. Do të thoni ju që po egzageron dhe po hyn në skenar të cilët i gjenë në botën e fantashkencës. Po, nuk ishte investimi i familjes Trumpit në Beograd, i cili u anullua me protesta.
Pra, në Evropë dhe andej është origjina e protestës në Tiranë, Në Europë, thonë. duke shfrytzuar ambientalistët, fundamentalistët, kontingentet që vinë nga Kosova, kontingentet xhamillare që vinë nga Tetova, emigrantë si u përhap kjo protestë kaq me shpejtësi në të gjithë qytetet kryesore të botës. Patjetër ka një organizim këtu, nuk është e rastësishme. Pra, duke shfrytzuar këto korrente, këta amalgam të madhe interesash, filluar një protestë e cila synon të prishë investim, që s'është interesi i Shqipërisë, me argumenta nga më qesharakët. Transparencë, kusht projekti. Por ky investim s'ka projekt në këtë fazë. Është një koncept zhvillimi. Sikur se ndodh në të gjitha rastet. Nuk ka investitor që të hedh shumë para për të hartuar projektin në këtë fazë. Pse do garanci që do të vazhdojë investimi. Kështu që ai ka marrë një leje zhvillimore për të hartuar projektin gjeologjik që do para, projektin për mbrojtjen e mjedisit që do para, projektin e fizibilitetit që do para, projektin ndërtimor që do para dhe pastaj projektin e zbatimit. Të gjitha këto mund shkojnë, po e perifrazoj rreth 100 milion euro, vetëm për të parë zonën dhe për të hedhur idetë e tyre, erdhën mbi 40 arkitekt. Këto janë kosto. Kështu që transparenca do të bëhet në një fazë të mëvorshme, kur të hartohen këto dokumenta. Dhe të kapësh mas çikërimave, unë e dënoja të veprimin që të rrogën zvar atë qytetarin, e dënoje edhe që e rrethojnë detin, por nuk janë këto ato që duhet përcaktojnë qëndrimin ndaj këtij investimi. Këtë investim duhet ta mbështesim gjithë dhe të krijojmë kushtet që të realizohet. Së dyti, po flas për integrimin evropian. Duam, s'duam, ne jemi të pozitës, jemi të opozitës. Qënë si ka Shqipëria është të gjithëve. Jo vetëm që është e gjithëve, por ne kemi shansin e madh që në fund vitit tjetër, ne të mbyllim të gjithë kapitujt. Sepse kanë pranuar si afat gjithë organizmat drejtuese të Bashkimit Evropian, të gjithë drejtuesit të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Dhe të kërkosh tani një qeveri teknike e cila do merret me qiqranell, të ndryshoj kushtetutën, të ndryshoj ligjin zgjedhor, të ndryshoj paketën e maleve, ku ta di unë, ca objektiva, cilat janë punë e protestës, dhe më pas të zhvilloj zgjedhje të jashtëzakonshme, të parakohshme. Kjo do të thotë që këto 15 muaj që na kanë ngelur për të mbyllur kapitujt dhe për të hapur, për të filluar hartimin e traktatit për aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, këto t'i çosh kot. Dhe Shqipëria do të njelet këtu ku është dhe të mendosh që në 2030 do të mund të antarësohesh, do shohësh, është të shohësh ëndra ndjell për mendimin tim. Dhe në këtë kuptim e udhës është që gjitha forcat politike në Shqipëri të bashkohen në një konsensus të madh për të realizuar këtë mundësi kaq të madhe. Mos kujtoni që ne kemi plotësuar kushtet ashtu si do Bashkimi Evropian. Do të gënjejmë veten nëse ta themi këtë. Por momenti gjeostrategjik është i tillë që Shqipëria o hyn tani, o pastaj nuk ka për të hyrë më. Do të hyjë vetëm Malizi dhe mbas 15-20 vjetësh do të vijë rradha në një vend tjetër për të hyrë. Ku Shqipëria ndoshta nuk do jetë më në agjendën e parë, në rrjeshtin e parë, sikurse është sot, për shkak të zhvillimeve politike që mund të ndodhin gjatë këtyre 20 viteve. Megjithatë, ju thatë një gjë që origjina e këtyre është nga Europa, sepse aty janë dhe lëvizjet e majta, aty janë dhe lëvizjet anarkiste, etj. etj. Po, a mund të ketë gjithashtu dhe vendet caktuara, zoti Spao, edhe të Bashkimit Evropian, cilët për arsyet e veta kuptohet, ndoshta dhe nuk duan që ne. Ka shumë vende në Bashkimin Evropian që nuk e duan Shqipërinë brenda. Dhe përpiqen, domethënë, në këtë rrumuj të madhe që është krijuar në Tiranë, ata që fusin duart dhe fusin undët kanë interesat e tyre. Dikush ka interes mos ndërtohet
rezorti, sepse shikon si konkurencë për industrinë e turizmit. Dikush të tjerë kanë interes që Shqipëria të mos hyjë, të destabilizohet politikisht, të mos hyjë në Bashkimin Evropian. Sikur se na e kanë bërë edhe herë tjera. S'është ndonjë çudi që mos ta bëjnë edhe. Pse për NATO-n pak përpjekje u bën që të dëmtojë antarësimin e Shqipërisë NATO. Kështu që një klasë politike e përgjegjshme dhe një popull i përgjegjshëm nuk hyn në aventura të tilla. Aq më tepër që në këtë protest pretendohet që drejton elita e vendit, OJQ, parti politike, ish drejtues Partisë Socialiste që sot nuk e gjejnë veten, përfaqësuesit e Partisë Demokratike, përfaqësues që vinë nga vetëvendosja, përfaqësues që vinë nga Vleni e tjerë. Ti nisim me radhë me këto që thatë ju. Dikush mund të thotë për shembull, pse Edmond Spau është pro investime zvërnese dhe Ditmir Bushati kundër? Mua nuk më intereson pozicioni i njerëzve të tjerë. Ata gjykojnë në atë mënyrë dhe përcaktojnë pozicionin e tyre. Qoftë në lidhje me investimin, qoftë me protestat. Unë kam pozicionin tim, nisur nga faktet dhe mënyra e arsyetimit që parashtrova. Dhe i ngelem kësaj. Të më thonë sa të duar që je kthyer në ushtar i Ramës, edhe të më ofendojnë në Facebook me gjitha format e mundshme, si ato që dëgjojmë edhe në protest, që është një turp i madh për të ku ne mund të shohim nivelin kulturor dhe moral të shoqërisë shqiptare. Pas pak do ju tregoj edhe pamjet e protestës sot, shpresoj që regjia dhe ti ketë gati kur t'i kërkoj ju. Një shoqëri që nuk pranon mendimin ndryshe, një shoqëri që nuk pranon të dialogojë, një shoqëri që shef votën bardhëzi, si në kohën e komunizmit. O duhet mendosh si partia, o duhet mendosh si them unë, o s'ka, pastaj shpallesh armik. Zoti Spau, këta do të na bëjnë ne Shqipërinë e re. Me këtë kontingjent do bëhet Shqipëria e re. Zoti Spau, ju folët vetë që ju flisni në temin e emrin tuaj personal individual dhe nuk keni më jeni themi detoksikuar themi nga angazhimi aktiv politik. Si dikush tjetër mund ketë animozitete e veta pse është lënë jashtë tavës e jashtë tepsisë, sidomos flas për këta të PS-s ose ish PS-s. Por këtu kemi një qëndrim zyrtar politik kundër ose pro protestës, që është ai i Partisë Demokratike. Pra ky është një qëndrim zyrtar, jo më larg se sot zoti Berisha ka thënë që ne jemi pro protestës dhe kërkesave të tyre, pa specifikuar. Fillimisht ai mbajti një qëndrim tjetër, foli tha që janë pro investimit, kundër qeverisë, por pro investimit, pra qëndrim që keni edhe ju. Por me kalimin e ditëve e ndryshoi. Ajo që shohim ne të paktën që konstatojmë ne si gazetar, është që qoftë njerëz mediave të tij, qoftë pjesë të strukturave të Partisë Demokratike të tjerë, kanë marrë pjesë aktive në këto protesta. Jo më larg se sot zoti Berisha u juri këtu dhe tha mbështesim të gjitha kërkesat e protestës, sigurisht dhe zvërneci është. Sot kryesisht pjesëmarrësit aty janë kontingjentet e Partisë Demokratike, strukturat e Partisë Demokratike. Ju lutem regjia, ne nxirrni planet e protestës sot në ekranin e madh. As mos ta mohojmë të. Në ekranin e madh ju lutem nëse mundeni. Kjo është pjesëmarrja. Sot e pami që vinë në Korali, protestë e cila le temi nuk e di nëse mund të quhet më protest, dhe nëse ja vlen diskutohet për të me këtë pjesëmarrje që është sot. Nuk e di, keni një koment para se të vazhdojmë diskutimin. Keni një koment për këto pamje, zoti Spau? Që aty larg nëse shikoni është fan zoni i botrorit. Kohë përpara, rreth 2 javë përpara, më kanë pyetur që si e parashikon ecurinë e protestës. Dhe i kam thënë që shoh 2 mundësi me të njëjtin rezultat, që protesta do shpërbëhet. Ose në rrugë paqësore, do të vazhdojnë në këtë mënyrë, dhe kështu nuk e heq dot qeverinë, nuk e rrëzon dot qeverinë, ose pastaj organizatorët do të tentojnë përdorin dhunë. Dhe kanë testuar skenarin e dhunës, edhe në Rinas, kur u nisën, 1-2 herë në kuvendin e Shqipërisë, heqja e flamurit të Izraelit, thyrjet në komisariatin 3 në mos gabuar. Po, në datën 4, po. Thyrjet. Dhe ky do ishte skenari më i keq, ku protestat do të humte menjëherë, sepse qytetarët nuk duan dhunë.